në kuzhinë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si kemi sot menun e ditës tonë? Besoj se... Mirë? Si fundjavë? Unë se Albana them mirë. Më pas anvisat, me japin verdiktin e tyre. E verdikti tyre është i dufuri, është ai që na intereson shumë. Pra, di unë thash lëkurat e limonit do t'i bëj reçel. Pra nëse mbani mendje, unë mora limonat dhe për të bërë atë pijen e ftohtë, mora limonat i vendosa pak që të ziejnë. Zjerja mund të jetë thjesht vetëm 5 minuta në ujë të vluar, për të zbutur dhe për të kaluar dhe lëngu është më i kollajt për ta marrë. Patjetër që në limonat mua më duhet që të kisha edhe ekstraktin e lëkurës. Gjë që unë largova pjesën e brendshme të tult nga limoni. Dale, një sekond. Se është pak Patjetër që nuk është ja. Largoj të gjithë të pjesë lëkure. Si që kam, e pres në shirita të hollë. E lë të zjej avash. Pra unë tani shtova pjesën tjetër. Shtoj dhe pakës fare ujë. Kam masën e sheqerit dhe dua që të bëhet në formën e kristal, si kristalin lëkura. Unë do të shem më pak, se sheqer ka më tepër dhe lëkura ka më pak. Dhe e lë që të bëhet duke e ndihmuar me pak kanell dhe vanilja. Sërisht e përziej. Ja. Kam pjesën e tult të limonit, gjë që i kam marrë lëngun. Po, lëngun e kemi shfrytëzuar. E shtoj me pakës ujë, sepse unë i kam marrë lëngun dhe si unë të lëshën lëngun e tyre. Sërisht. Mund ta kaloni duke e kaluar në sit. Do na dali një reçel ndryshe nga reçelat e tjerë, të ketë edhe pak vetë të ëmbëlës edhe shijen e thartë të limonit, aromën e limonit, sepse lëkurat vërtet kanë aromë shumë të mirë. Pra, kur themi gjithmonë, jo vetëm revolucion në frigorifer dhe revolucioni i produktit, pra çdo pjesë e produktit mos të shkoj dëm. Ja. Tashmë kjo pjesë, mua nuk më duhet, por nuk mbaron këtu, sepse në shumë mirë tek vazot, hapim gropza të vogla, disa gropza të vogla në vazo ose në tokë ku i kemi dhe shtojmë lëkurat e limonit, të shegës, po, sepse janë ushqyes, pa tjetër. E përziej dhe sërisht e vendos. Dhe e lë të zihen avash. Përsa, po e mira është që të zihen për 1 orë e gjysmë. Ajo është idealja. Të shtëpia ime edhe përmendër, domethënë këtu. Po normalisht. Në kuzhinë ngatrohen me njëra tjetrën, kjo duhet të ftohet tani, që të largohet kjo pjesa e shkumës. E lë pak sa të ftohet. Unë vetë si Albana e kaloj sërisht në sit lëngun. Dhe derisa ajo kristalizohet.
Ti që se i do gjatë gjërat, të skuqim apo ja? Do bjerë pak volumi dhe është gati. Në Në frigorifer do ta shihni ndonjë ditë kur ne të gatuam dhe të sjellim reçelin e lëkurave të limonit, duke e shoqëruar me petulla apo gatime të tjera, siç kemi vepruar me karotat. Ja edhe receta e tretë këtu bashkë me të tjerat. Kjo është ryeza jonë për sot. Kemi sjellë reçelin të parin, lulet e kungullit të mbushura me gjizë dhe koper dhe këto qofte me patlıcan, me erza, qep të njoma, miell, vezë e meradh. Do t'i gjeni recetat të përshkruara dhe të ndara veçmas në kanalin ton në YouTube, se cilën më vete, dhe na ndiqni dhe në rrjetet tona sociale me të njëjtin emër, Reze Dielli kudo, në YouTube na bëni dhe subscribe. Pas pak do të vim me një bisedë me mikët tanë, të cilët do të flasim për ditën botërore të dhurimit të gjakut, pse kjo ditë është e rëndësishme, por jo vetëm kjo ditë, por gjithë viti për të solidarizuar, për të dhuruar gjak, për të shpëtuar jetë. Dihet që me një të dhuruar gjak, ne shpëtojmë 3 jetë njerëzish. Në ç'është mënyrë ka funksionuar Ripresa këto 3 vite, është një projekt italo-shqiptar, duke ndihmuar, nxitur dhe rritur numrin e dhuruesve vullnetar të gjakut. Për personat të cilët mund të dhurojnë, janë të shëndetshëm, nuk përdorin ilaçe apo nuk kanë sëmundje kronike, të shpëtosh jetë është gjëja më e mrekullueshme. Kështu që na ndiqni pas pak me mesazhet e bukura. Sepse bëhet edhe pastrimi i gjakut, trupi ka nevojë që ne të japim gjak. S'ka nevojë trupi, se ne nuk kemi të smur, po ka nevojë që të paktën 2 herë në vit e të japim gjak. Është puna e magazinës që ti heq. Po. Dhe pastaj ajo qelizat fillojnë dhe riprodhohen. Të lumshin duart. Hajde. Gati do t'i shijojmë tani me një herë. Ju pres pas pak në bisedën tonë.